Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Do ndalojmë tek debati i Rozanës edhe Gjestit që nisën ditën e sotme. Edhe pse mbrëm i premtuan njëri tjetri që nuk do të kenë debat në suit, ato përsëri sot kanë nisur me shumë debat. Besoj që kjo gjëja po e ndihmon shumë Rozanën edhe Gjestin për të qenë shumë të komentuar dhe të diskutueshëm. Për këtë gjë jam shumë i bindur. Rozana e bën me kastile këtë situatën sepse e dije që sonte është kryefjala e Prajmit. Sonte i gjithë Prajmi është i bazuar vetëm në Rozanën, sepse vetmja banore që ka patur diskutime gjatë gjithë ditëve në shtëpi ka qenë Rozana me të gjithë banorët e tjerë. Le të themi është një luanesh për mënyrën se si ajo përballet dhe se si çdo njëri mundohen ta gjuajnë por nuk i arrin dot. Gjatë momentit që po qëndronin në verandë, Gjesti ishte i pozicionuar pranë pishinës ndërsa Rozana vazhdon të jetë pozicionuar sepse debati akoma po ndodhen, vazhdon të jetë pozicionuar tek banaku, po i thot Jozi se çfarë po shkruante në dron për Gjestin, domethënë hyrjet e dronave në shtëpinë e Big Brotherit, banorët i ngacmojnë dhe u tregojnë ndoshta atë mos fortësinë e tyre. Rozana filloi duke komentuar këtë ngjarje dhe po debaton me Gjestin. Gjesti i thot ma thuaj pse ma ke inatin mua, Rozana i thot që unë nuk mund të ta kem inatin sepse ti je një djalë i vogël, ti ma ke inatin mua duke më sjell informacione nga jashtë. Rozana qëndron akoma tek informacioni që Gjesti e ka përdorur për një zënkë që Rozana ka patur me një vajzë tjetër flok për flokësh, për faktin që kjo goca i paska marrur të dashurin Rozanës. Do me thënë një histori të këtilla, por gjithsesi Rozana edhe Gjesti mundohen që të japin një show brenda kësaj shtëpie. Unë mendoj që ato të dy janë shumë talent, e din që publiku i do këto zënkat, i do këto dinamikat, i do këto ngjarje, duke u bazuar që nga Big Brotheri mes Luizit edhe Oltës, por edhe në Big Brotherat e tjerë që kanë qenë historikisht në Big Brother, sepse unë ju kam treguar që Big Brotherin e ndjek që në vitin 2004 kur është krijuar Big Brotheri i parë në Shqipëri dhe e njoh shumë bukur këtë lojë se si po shkon dhe mendoj që Rozana edhe Gjesti në këtë zënkën e tyre duan ta rrëzojnë Gertën, se duke i ndërtuar dy pole në shtëpi Rozana edhe Gjesti, atëherë automatikisht bie poli i Gertës më poshtë, sepse kryefjalë bëhet Rozana dhe Gjesti, domethënë dy pole të kundërta mes njëri tjetrit. Dhe dy polet e kundërta mes njëri tjetrit janë arsyeja më e mundshme për të arritur në finale. Në kohën kur Gerta i tha Gjestit, a e shikon veten kokë më kokë me mua në finale, Gjesti i tha që unë veten në finale kokë më kokë e shoh me Rozanën. Dhe si do t'ishte që Gjesti të shkonte kokë më kokë me Rozanën, duke i krijuar këto debatet edhe diskutime, do me thënë duke e mbajtur punën, tërhiqe penin mos e kput, gjë të cilën e ka mbajtur Rozana më herët edhe me Laertin. Për shembull ka deklaruar që Laertin e njoh shumë pak, e kam takuar vetëm 2 herë tek hyrja, por Laerti doli që ka qenë një mik i mirë në rrugtimin e Rozanës, sepse atë Nikola Xhufka, prifti i Elbasanit, nxori në Instagramin e tij fotografi ku Rozana dhe Laerti kanë qenë domethënë vizitor të rregullt të kishës së tij. Jo se dua të përzilajmin, por thjesht për të qartësuar publikun përse po ndodhen kjo zënk brenda shtëpisë nga këndqëndrimi që unë po e shoh këtë zënkën që po ndodhen mes Gjestit edhe Rozanës, sepse Rozana është e pranishme gjithmonë kur Gjesti është keq, është pranë tij, por kur duhet të diskutohet, kur duhet të dilet në prime, kur ka debat, dhe sidomos kjo është një strategji e banorëve që me njëherë një 5-6 orë para prime-it të shtunën, ato bëjnë amin dhe bëjnë lojra shumë të bukura. Besoj që dhe ju keni këtë mendim, na ndiqni me subscribe, shkruani komente, shpërndani videot sa më shumë, që ne të bëhemi një grup më i gjerë këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar Big Brother, tashmë nga e hëna për të startuar të fillojmë të komentojmë dhe Fermën VIP me të njëjtin ritëm, por duke mos anashkaluar së shpejti edhe të gjithë artistët shqiptarë, se ndoshta mund të thoni që Luizellin e kemi haruar, nuk e kemi haruar, por fokusi është tek të gjithë artistët. Subscribe dhe takohemi në videon e radhës.